Qeverisja jonë e mirë po vazhdon me politika që kanë në qendër mirëqenien e qytetarëve dhe zhvillimin e vendit. Po e nisim me lajmin e mirë për të gjitha nënat e reja. Qysh në fillim të mandatit qeverisës, siç kishim premtuar, filluam skemën e shtesave për gratë lehona në nivel të pagës minimale, 6 muaj nga 170 euro për lehonat e papunësuara dhe 3 muaj nga 170 euro për lehonat e punësuara mbi pagesën që veç se e marrin sipas ligjit punës. Deri më tani, rreth 70.000 nëna të reja kanë përfituar nga këto shtesa. Me që tash e kemi edhe pagën minimale të re, është koha që kjo të reflektohet edhe në shtesat për gratë lehona. Do të miratojmë rritjen e vlerës mujore të shtesave nga 170 euro në 325.9 euro, aq sa është vlera neto e pagës minimale të re. Pra për të gjitha nënat lehona, që nga ky muaj, shtesa mujore do të rritet në 325.9 euro, e kjo përbën një rritje prej 91.7% apo gati 2% të shtesave. Për 6 muaj, shtesa e rritur përkthehet në 1.955.4 euro dhe kur kësaj i shtojmë edhe shtesën mujore për fëmijën, që është së paku 20 euro në muaj, apo 120 euro për 6 muajt e parë, atëherë efektivisht del se qeveria mbështet secilën nën të re me 2.075.4 euro. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Me këtë nivel mbështetje mund të krahasohemi me shumë shtete të tjera më të mëdha e të forta ekonomikisht se sa ne. Lajmi tjetër i mirë është për gratë lehona të punësuara. Agjencia e Statistikave të Kosovës këtë javë ka publikuar nivelin e pagës mesatare për vitin 2024, e cila ka shënuar rritje të theksuar viteve të fundit, duke arritur në 639 euro. Krahas kësaj, ne do të miratojmë pagën mesatare referuese, e cila shërben për përllogaritjen e pagesës për 3 muaj në nivelin 50% të pagës mesatare, që është obligimi i qeverisë për secilën lehon të punësuar. Pra, përveç pagesës prej 70% për 6 muaj nga punëdhënësi, lehonat e punësuara do të përfitojnë mbështetje për 3 muaj të tjerë nga qeveria në vlerën prej 319.5 euro, që është 50% e pagës mesatare. Ashtu siç e kemi thënë dhe siç e kemi miratuar në ligjin e buxhetit, pagat e shërbyesve publik këtë vit rritet 2 herë nga 55 euro, për të kompletuar rritjen prej 110 euro për gjithë. Rritja e parë tashmë ka filluar së zbatuari që nga janari i këtij viti, rritja e dytë do të fillojë së zbatuari nga muaji korrik siç është paraqur me ligjin e buxhetit. Sot do të marrim vendimin për ndarjen e mjeteve buxhetore shtesë për të gjitha organizatat buxhetore që të mbulohet kostoja e kësaj rritje. Bazuar në të dhënat e publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, vitin e kaluar paga mesatare në sektorin publik ishte 755 euro. Me këtë rritje të fundit, që do ta miratojmë së bashku sot, paga mesatare që nga muaji i ardhshëm do të arrijë në 865 euro në muaj. Kjo paraqet një rritje prej 48.1%